Në shumirin atë kënaqën nga kryeministri për të na fut në Europë. Po mi pensioni 100.000 lekë, 80.000 lekë. E me këta gropa ku do shkojmë në Europë na? Ne po shkojmë grop, jo në Europë. Me këta kushte. Ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Jina matë të diskriminumit në këtë vend. Këto zonat e tjera kanë rrugë? Që do t'ishim 100 herë më mirë me qenë me Serbin. Jo me këtë pushtet si janë. Si do ishit më mirë me Serbin? Ma mirë me këta kushtet s'do ishim. Në shtetit si kërkojmë as lek, ne kërkojmë kushtet. Në nësi e lutin vadit, si këta ara mas t'gelin djerë, punohen, tregun me na e ka ditë. Kërë keni pas tregun? Ka të mundshim. Po të shqis s'ka treg ma, se kanë zonë ata qytetarë, si e në aty tregun. S'lon ata mund, do të qesh valli 6 muaj do të rriti i bo shërbimon në perimes, Pa? do t'ja loj ati. Çmimi është 2.000 lekë, i ta merë 500. A i fitoj 1.500 për 2 orë, na për 6 muaj, bonin 500. S'kena si kusht. As si lloj kushti. Ne jena matë pa barabartit në këtë vend. Shteti s'qa kokën. As pëtë. Po mirë, kur erdhën ato zgjedhjet, a u erdhën ju panë? Me arkot? Jo, a erdhën edhe ju panë? Kush shumë- do qoftë, Qa i ka çdo pa? partie. Ka pa 5 veta. Po mirë, nuk e kapët për dora e ta Po sillit s'ke këtu. ku e kap se nuk të tërga, se s'ka bo si gjanë, qatë vite. Atë vite që valije se s'ka erdi ditë këto. Apo aja tjetër që i hyri të shik. Ku? Kur të vjeri këtu kena? Asnjëherë nga këta nuk patë Po këtu. unë se kam pa në herë, me së. Fare. Kur më botë? Ju se njëvni votat i merë. Sa vjetë ka marrë votaj? Po s'ka erdi herë, me taku poplin këtu. Qa halë shkini, qa probleme shkini. Ata mjaftojnë se i morin votën të avalinën dhe jena ha për vete.